Fshirat e rrëmbyeshëm në të gjithë Kinën jugore dhe qendrore shkaktuan përmbytje të gjëra të martën, duke vrarë të paktën 10 persona, duke mbyllur shkolla dhe biznese, si dhe duke ndërprerë transportin dhe furnizimin me energji elektrike, thanë autoritetet. Agjencia Meteorologjike e Kinës tha se zonat nga Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong dhe Hainan përballen me një rrezik të lartë fatkeqësive të lidhura me shiun, duke përfshirë rrëshqitje dheu, përmbytje të menjëhershme dhe përmbytje të rënda urbane dhe mbingopje nga uji. Priten më shumë reshje shiu pas fshirave të rrëmbyeshëm që përmbytën Kinën qendrore dhe lindore gjatë fundjavës, duke goditur provinca të tilla si Jiangxi dhe Hunan, thanë autoritetet meteorologjike. Qendra Kombëtare Meteorologjike tha se shirat do të lëvizin gradualisht drejt lindjes dhe jugut në të gjithë Kinën gjatë 3 ditëve të ardhshme. Ai paralajmëroi për përkeqësimin e rrezikut të përrenjve malor, përmbytjeve në lumej të vegjël dhe të mesëm dhe mbingarkesës me ujë në qytete. Qyteti Yingzhou në provincën qendrore të Hubeit shpalli masa për të pezulluar punën dhe aktivitetet e biznesit si pjesë e reagimit të tij emergjent ndaj përmbytjeve. Reshjet e përditshme të shiut në Yichang, gjithashtu në Hubei, thyen një rekord 36 vjeçar gjatë fundjavës, tha Hubei Daily. Autoritetet mbyllën vendet turistike dhe urdhëruan shkollat të pezullojnë mësimet në natyrë.